lirohet nga qelia Ilir Beqaj. Afro 2 vjet nga arrestimi për dosjen Saspak, ai u vendos në izolim shtëpiak pasi afatet e paraburgimit u dogjën. Beqaj akuzohet për korrupsion pasiv, shkelje e barazisë në tendera, falsifikim dokumentesh, mashtrim me pasoja të rënda, mashtrim në bashkëpunim dhe mosdeklarim pasurie për periudhën kur ishte drejtuesi i agjencisë që kishte në menaxhim fondet e huaja. Avokati i tij Ermal Yzeira e konsideroi vendimin të drejtë dhe nuk pritet të apelojë. Kërkesa ishte për shurjen e afateve të paraburgimit, meqenëse gjykata në datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak. Për këtë arsye shuhen automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxha e gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do ta apelojmë, po edhe prokuroria nuk do ta apelojë dhe prokuroria ishte dakord për arrest në shtëpi. Te Inten edhe Ermal Kurtula, që është i pandehur për po të njëjtën ndosje, u vendos në arrest shtëpiak. Prokuroria thotë se teksa drejtonte agjencinë Saspak, Ilir Beqaj kishte kryer procedura fiktive në alokimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë në SPAK u paraqit këtë të premte ish numri 2 i qeverisë Belinda Balluku së bashku me avokatin e saj Ardian Kalia. Ajo qëndroi rreth 20 minuta në prokurorinë e posaçme. Zyrtarisht SPAK thotë se Belinda Balluku është thirrur në prokurori për të njohur me akuzën, e cila lidhet me disa procedura prokurimi, objekt hetimi, për të pyetur lidhur me akuzat, si dhe për t'i komunikuar akte të tjera procedurale. Në dalje, Balluku refuzoi të flasë për mediat.